barakat dhe thotë vetëtin, udhtim shumë i shpejt, sa i hap dhe mbilësit për Amerisërëm ka mritur në dhe qëtulasa. Tak në qëtulasa. Zoti e ka bëllë. Ka pas hylle, këmër, ka pas kacik, ka pas diçka kohë me bo, ka pas mbështjelësit, posashme për Amerisërëm që është të mbështjelët. Tesha roba jo nga kjo botë, se duhet të kalëm botën transcendale, jashtë diellore, jashtë sistemi diellor, edhe ai duhet të uvesh me atë veshje, edhe kështu që tregon Hazreti që sa shkoi udhimi atij, edhe se ka qenë, sa shtrati i tij ishte ante i grohët ai udhti, edhe degën që ka prek ka lëviz hala. Ka thonë kjo është atë ka qenë një rëtuar, kaq shpejt. Vetëm një sen do të patërgër, vetëm një gjohë do të. Hapësira në skatit të parë dhe të qiellit, me Amerikën, këtë nuk është gjeografi dhe histori dhe astronomi, hapësira me skatit të parë të qiellit dhe skatit të ditë të qiellit është 50.000 vite udhime. Ka thënë udhtim drite. 153 milion kilometra supozot që dielli tjetër rreth jashtë tokës për 8 minuta me dritë e diellit. S'ka kalkulator, krejt error dalë në bëjta. S'ka kalkulator që e kalkulon në mund. Si ai e dha shtratin e ngrohtë dhe xhetit e ngrohtë dhe dega lëvizje prapë është e lëvizje. Allahu te bareke ve taala robën e vet. Si pas shumë komentatorëve të ajeteve të Koranit ka thonë, e ka ngrirë gjithë, e ka ndaluar sistemin gjithë të tokën dhe qiellit. Por një moment se do të vinë një krijesë më e mira që ka dashur Allah te bareke ve taala, që krejt pejgamberët e Allahut 124.000 kanë thonë sikur të ishin ummeti Muhamedit alayhis salam, dhe në këtë moment të Isras dhe Mirajit pejgamberi ka gjetë Musa alayhis salam te gjak, ka thonë se gjak, ka thonë vinë kesh se jam ummeti jam. Ka thonë po çfarë ke patë ummeti pejgamberi alayhis salam? Në katën e 6 Musa alayhis salam, në katën e 6. Ka thonë të fundit të jeni ju të ardhur të parët në xhenet dhe me shumicë do të jeni në xhenet. Ti ka thonë do të kesh më shumë xhamat në xhenet. Hazreti Musa ka dëshë tjetë ummeti Muhamedit alayhis salam. Kështu shkruhet te Buhari dhe Muslimi, do të thonë rasti për rasteve. Sa për